Dhe jemi rikthyer në këtë episod tjetër të She's on Air dhe kemi dy të ftuar shumë interesant. Sot në studio është një dyshe që besoj se nuk e prisnit që t'ishte bashk. Për herë të parë, Aldor Nini, CEO i Acromax dhe Serena Sula, modelja dhe këngëtarja tepër e komentuar në rrjetet sociale. Ata janë këtu për një arsye të veçantë që lidhet me muzikën. Klipi i ri Dis i Serenës pjesërisht i realizuar me AI në ndërtimin kreativ të Aldorit dhe stafit të Acromax. Pra pas skenat dhe gjithçka që fshihet pas këtij projekti që pritet të bëjë zhurmë, do t'i zbulojmë sot. Aldor, Serena, mirë se erdhët. Mirë si u gjetëm. Është shumë kënaqësi që ju kemi pjesë tonën sot. Shumë faleminderit dhe ju për ftesën. Ne presim të marrim vesh këto pravaskenat e videoklipit. Si fillim unë njëherë doja t'ju pyesja, nga lindi kjo dëshira, kjo ideja? Në rast të parë ne Serena vjen çdo 2 muaj dhe vjen çdo 2 muaj dhe do të bëj një klip të ri, sepse sot jam mësuar artistë çdo javë do të zgjej nga një klip të ri. Dhe neve i tham që shiko Serena, nuk është ndoshta një ide shumë e mirë ta bësh të gjë çdo ditë. Nuk është një ide e mirë ta bësh të gjë çdo ditë, por neve sugjerojmë që të bësh diçka ndryshe. Sepse Serena ka qenë një nga artistët e cila ka pasur ide shumë të çmendura për videoklipet dhe duke pasur ide të çmendura janë edhe shumë herë më të vështira për të realizuar asnjë ide. Dhe këtu neve menduam që të përdorim një teknologji të inteligjencës artificiale në mënyrë që të mbushim klipin e saj pikërisht me ato skena që ajo kishte imagjinuar në mendjen e saj, por të cilat ishin shumë e vështirë për të realizuar me teknologji të sotshme dhe pa harxuar me miliona euro. E kuptoj, po nga fillimi fare, domethënë kush ka qenë biseda e parë, cila ka qenë kërkesa, domethënë Serena ti si hyre, the dua të bëj këtë videoklipin, do ta bëj si e pritet ti faktin që Aldori ta do ta bëj me AI. Unë faktikisht në momentin që kam pa këngën e Encës që ka hedh direkt sa kam thënë s'bën kam për ta bëj disk, kam thënë me menjen time. Po tash ato mendime që kisha unë kokë, unë i shpreha në tekst. Okej. Tekstin Enca nuk ka për disk. Enca aty ka thënë kardinal, kështu që dash njëna me shky atë pankartën e kardinal. Njëna origjinale në Shqipëri dash. Por të ka qenë Serena. Disi, po them pra, disi në momentin që unë kam pa dhe fansat kanë thënë gjithë, kanë thënë që ajo ta ka bëu ty, edhe në momentin që kam pa, unë i kam thënë Aldorit, i kam thënë, du me boj, kam thënë unë dis të me ja kthy drejt për drejt kam për t'ja kthy, kam thënë. Asaj edhe grupit që ka bëu ajo aty. Edhe erdhi ideja që Aldori më tha për punën e inteligjencës artificiale, tha nuk e ka bëu kur në Shqipëri. Edhe falenderoj shumë mirë që është këtu krameje sot. Edhe është diçka tha që është unike, din nuk është të hera parë, domethënë pavarësisht se vetëm bota e ka bëu, se bota normalisht Amerika gjithmonë i ka sjell para idetë. Edhe tha ta sjellim, do ta sjell, unë thash në Shqipëri, tha do ta realizoj unë, domethënë mendimi që s'ke nevojë më ulë, domethënë me marr një person me e bë për shembull me kriju idenë, me bë si Enca për shembull ose si dikush tjetër. Nuk e pse më ulë. Imagjino ti të bëje casting gjej një si Enca. Po thuaj se e pamundur, domethënë. Sa sfiduese ishte që të integrojë AI në një klip muzikor dhe cila është rësia e vërtet, na shpjegoni pak. Tani, për sa i përket sfida më e madhe ka qenë një përdorimi i AI-t ashtu siç duhet. Domethënë ne derisa kemi arritur të krijojmë këto skena që ju do i shikoni ai videoklip, në atë nivel neve janë dashur diku te 4 muaj punë. Domethënë që ne vetë të kthjellohemi me mbi 8 teknologji të ndryshme të cilat përdoren, se nuk është AI thjesht si ChatGPT që ti jep një prompt dhe del ajo gjë që do. Ti do të përdorësh toolsa të ndryshëm të cilat bëjnë gjëra të ndryshme në mënyrë që të nxjerrësh atë si rezultat. Dhe problemi më i madh ka qenë faktikisht që gjërat të duken sa më autentike. Sepse po ta shikoni edhe videoklipi, shumë skena duken vërtet si për shembull Serena, për shembull skena me atë kuroren është me AI, por faktikisht duket sikur është Serena që është xhiruar atje në atë ambient. Momenti ku i jepen ato firmat autografe, të gjitha janë me AI, por të duken sa më afër. Ndërkohë, çka kemi bërë, pjesa që është më interesante këtu, klipi nuk është komplet me AI, sepse ka pjesë të cilat janë të xhiruara me kamerë dhe pjesë që janë me AI. Dhe po të shikosh të njëjtin aktor, të njëjtin personazh, si me AI, si në realitet duken aq afër njëra tjetrës, pikërisht që ti do demonstrosh se sa afër mund shkojë AI realitetit. Kjo ka qenë një pjesë, besoj që është dashur, domethënë patjetër që të xhironit edhe një pjesë vet pa AI në mënyrë që të bëj më mbulim
fakti që po përdore AI. Po patjetër. Do thënë AI mund të ndihmosh shumë me fotografi, me pjesa që janë jo me AI, por për të thënë vërtetën sfida më e madhe ishte të japësh informacionet në shkrim shumë të sakta, janë lëvizjet. Për shembull, ka një skenë në videoklip që bën dikush, nuk e di tani nga ana artistike, dikush është për mua, një twerk edhe rrëzohet. Ka bën realitet, nuk din me bë. Për shembull, të realizosh atë gjë, do të thënë ti duhet t'i shpjegosh shumë detaje se ç'është twerku, si duhet lëvizi, si duhet rrëzohet, se rrëzimi pas ka 1 milion mënyrë se si mund të rrëzohesh. Kështu që këto janë teknologji të ndryshme që cilat mund t'i përdorësh. Do të them edhe diçka që kjo që do shikoni këtë herë në këtë videoklip që kemi bërë ne, është statusi i njohurisë tonë para 3 muajsh, sepse sot kemi avancuar edhe ne goxha me researchin që kemi bërë me AI, me klipin. Sa e bukur. Shumë e bukur. Aldor, po pse vendose pikërisht që DIS do ishte një nga projektet ku ti do eksperimentoje këtë çast inovative me Acromax? Shikoj, shumica e projekteve të ne vinë sipas momentit, dhe ishte momenti në të cilin Serena i kërkoi stafit ton ndihmë për videoklipin e saj, dhe ishte momenti në të cilin ne po bënim pikërisht to testimet me inteligjencën artificiale dhe bëri zing në atë moment. Këto të dyja gjëra u kombinuan me njëra tjetrën. Kështu funksionon në shumicën e gjërave inovative faktikisht. A ishte lehtë të punoje me Serenën në këtë projekt? Ta ka lehtësuar punën, si ka funksionuar bashkëpunimi juaj? Un kam një staf si të brendshëm si ashtu edhe disa persona të jashtëm të cilët merren edhe me pjesën e xhirimeve. Dhe ato kam punuar faktikisht me Serenën. Unë personalisht kam qenë vetëm i përfshirë te pjesa e teknologjisë dhe problemeve që ajo ka, domethënë, na ka bërë për të nxjerrë rezultatet e duhura. Me sa kuptova unë nga stafi, Serena ka përparuar në, domethënë, mbajtjen e orareve, në Nuk ishte dhe ju një DIS me Encen, jo. Si? Nuk e se keni vendos të bani këtë projekt me këngën DIS, sepse kishit dhe ju një DIS me Encen pikërisht. Jo, unë Encen e njoh që nuk e di sa 10 vjet, 12 vjet. Kemi një marrëdhënie shumë normale me njëri tjetrin. Gjenjen. Jo, nuk është se, shiko, diset, unë mendoj që diset janë diçka artistike. Dhe unë për shembull do isha shumë i lumtur, jam shumë i lumtur kur për shembull njerëzit edhe më shajnë mua ndonjëherë në rrjetet sociale. Në momentin që ato janë kreativ, unë i mirëpres. Po mirë, të ngacmoj pak unë. Qofse do vinte Enca pas këtij videoklipi dhe do thoshte do më bësh tani mua një videoklip me AI, po dis për Serenën. Po tani duhet të kuptosh diçka. Shpjegoje paraprakisht. Ne nuk ka që me bë se nuk arrit dot. Do të kuptosh diçka. S'ka si me bë dis. A është tjetër? Si të bëj? Si do bëj, ha? Tani, problemi qëndron këtu. Ju nuk keni kuptuar diçka, që koncepti, teksti, tema, qa do dali, si do dali, janë koncept i Serenës. Po pra, do vi me të njëjtin koncept dhe Enca dhe do të thotë dua të bëj këtë videoklipin, po dis për Serenën. Njëra që më bën twerk dhe rrëzohet. Po mirë, e bëjmë edhe atë. Po mirë, në rregull. Është okay do. Nëse është diçka që artistikisht del e pastër, ligjërisht është brenda kuadrit ligjor, dhe këtu do të kujdesim sigurisht në të aspekt, atëherë nuk ka asnjë lloj arsye pse mos të bëhet një dis i tillë. Madje unë mendoj që Enca do të bëj mbas disit që ke bërë ti, do të bëj ty një dis. Do bëj dis mua. Dhe do t'i krahasojmë pastaj kush është disi më i mirë. Ndërsa ti është modifikosh një artist përmes AI. Domethënë, kjo nuk është diçka reale dhe është ky një mashtrim apo një art. Atëherë, e ke parasysh kjo kuptohet më së miri nëse neve krijojmë analogji. Analogji si është bërë përpara. Tani fillojmë një çfarë bën AI. Ke parasysh ato karikaturat, kartuns që vizatoheshin me dorë, që i bënin edhe presidentat e të tjerë, i bënin dëshirë me hund të gjatë, disa fani, kështu. Është e njëjta gjë që bëhet me AI. Thjesht vizatimi në këtë rast vjen nga kompjutri dhe kompjutri e bën thjesht vizatimin më realist. Tani, pjesa tjetër, ke parasysh Saturday Night Live që imitojnë për shembull karakter politikanë të tjerë që vishen si ato mbushen, lyhen, vejnë flok paruke e të tjera. Ai është teatr apo jo? Kështu që edhe kjo këtu është teatr e krijuar nga AI. Kështu që në këtë prizëm, pyetja do të jetë a është të bësh teatr ose karikaturë, kartuni e hishme apo jo? Është besoj se është bërë me 10 vite,
Thjesht teknologjia ka ndryshuar. Si ndryshon ky klipi në ato që ke realizuar ti më para? Tani unë nuk jam specialist realizim klipesh, por ne kemi prodhuar klipe në të kaluarën për klientët tonë dhe ka qenë një procedurë shumë standarde, mendoj. Domethënë ka qenë, po ta shikosh, ky klip ka vetëm një sken, që është xhiruar me kamerë. Dhe zakonisht klipet e tjera kanë pas skena të ndryshme, poza të ndryshme, do të tregojë gjithë historinë në vende të ndryshme, nuk i pëlqente ndriçimi, nuk i pëlqente. Madje që mund të bësh taj me AI gjithashtu, është nëse nuk të pëlqen drejtimi, nëse nuk pëlqen pozicioni. Tani, mos mi trego të gjitha sekretet që tani, sepse ne do kalojmë në këngë dhe do rikthehemi pas pak dhe ti hym pak më thellë këtij videoklipit. Patjetër. Faleminderit.